Ka mostruar shumë gjërat nga kultura shqiptare, nga kultura Kosovës, Gjakovës. Gjakova, sidomos të ushqimet, Gjakova ka ato sa mundet me sugjuk që besoj I ke provu. Ke provu ti? Po qësh jo, edhe pse si jo me Gjakovës, nuk ka mundësi, mos me I provu krejt. Kemi kuzhinë të mira. Çka të pëlqen më tepër prej ushqimeve që ke Patjetër provu? kam hangër shumë sa mund me sugjuk, se shtëpia, për gati 10 vite kam pasur afër shtëpisë time një furrë. Prandaj ishte shumë lehtë me shku, me marrë, edhe kam hangër shumë fli dhe qofte. Kështu kam pasur kënaqësi me ushqimet e tuaja. Tani, prej kohës që ke ardhur në Kosovë, sa shpesh ke lëviz në Kore, a të ka munguar vendi, familjarët, ju keni bashkëshortën dhe fëmijët këtu, apo lëvizin, si ja keni bë? Nuk kam shumë një farë merak me shku në Kore, se si që më thashë jam adaptuar këtu, dhe ti e di që fëmijët e mi janë të rritur në Kosovë nga beba, nga pas lindjes me njëherë. Edhe, po, kur kam punë, po shkoj në Kore, po gati njëherë në vijë, po shkoj në Kore. Fëmijët janë këtu që shprej të vegjël. Po, A të kanë pyet ata, babi, pse jemi këtu, a është ky vendi ynë, edhe sa janë mësume me kulturën, sa përqind shqiptar janë ata, duke u rritë këtu? Vajza ime ka kryer shkolla deri në të mëson shkolla mesme, edhe djali im deri në vitin 10 ka kryer. Edhe faktikisht ata flasin më mirë se unë quhen shqipe, edhe janë të adaptuar më mirë. Po, më kanë pyetur, por edhe ata pëlqejnë, kanë pëlqyer të jetuarit në Kosovë. Po bashkëshortja, ka pasur ndonjëherë dilema që të mos rrim këtu, të lëvizim në vende tjera? Jo, ajo më shumë pëlqen. Asaj pëlqen më shumë Edhe pa leje mund të jetoj këtu, pa lejen e saj. Edhe pa lejen e saj. Më vjen shumë mirë. Nga Shqipëria, besoj keni lëvizur, shkoni ko pas kohe, e pëlqeni Bregdetin shqiptar? Po shumë, se deti pastër, po klima e mirë, po. Kur të pyesin miqt nga gjithë bota, ku e di që jetojnë ndoshta dhe nuk kanë qenë akoma në Kosovë dhe në Shqipëri, cila është gjëja e parë që u tregon që ti bindesh ata për të ardhur këtu? Kosova është shumë, më shi ta them, me natyrën, është shumë veçantë.